Pas hezitimi disa ditor për të pranuar situatën e rëndë të epidemisë gripale që po kalon i gjithë vendi, Ministri i Shëndetësisë ka pranuar para kryeministrit në mbledhjen e organizuar për emergjencat e motit se Shqipëria është zyrtarisht në epidemi gripale. Ministri Beqaj dha edhe këshilla për qytetarët. Këshillat kryesore janë shmangjen e grumbullimeve, së dyti evitimin e prekjes së syve, të duarve, larjen e duarve e gojës, larjen e duarve vazhdimisht. Dhe sidomos preferimin tek mjeku kur kanë edhe shqetësimet vogla dhe sidomos shqetësimet e mushkrive. Pas thirrjes së numrit 1 të shëndetësisë në vend për të drejtuar tek mjekur për problemet e mushkrive, gazetarët e emisionit Bum ishin në 2 poliklinika në Tiranë dhe 1 në Paskuqan, ku panë se aparaturat e skopisë që diagnostikojnë problemet në mushkri nuk punojnë. Gazetarët mësuan se në poliklinikën qendrore 3, aparatura e skopisë kishte 2 muaj e prishur, ndërsa poliklinika e specialiteteve numër 2 dhe ajo numër 4 sugjeruan marrjen e këtij shërbimi pranë dispanserisë. S'puna skopia fare këto. Po ku më shku me bë? Ma jep ato rekomandimin edhe ta volosin kjo pneumologia do shkojnë te dispanseri. Mungesa e funksionimit të aparaturave të skopisë në kohën kur numri të prekurve nga gripi sa vjen e rritet, ka krijuar radhë të gjata pranë dispanserisë së mushkrive në Tiranë, ku njerëzit, edhe pse të sëmurë, presin me orë të tëra në radhë për të bërë skopi. Një ditë më parë emisioni Bum faktoi në pikun e epidemisë gripale mungesën e vaksinës në përqendra shëndetësore, ndërkohë që sot poliklinikat e specialiteteve nuk ofrojnë as mundësinë e kontrollit të mushkrive përmes një skopie, për shkak se ato rezultojnë jashtë shërbimit.